Përveç miratimit të ndihmës ekonomike nga fondi 6% i bashkisë për muajin janar të këtij viti, Këshilli Bashkiak në mbledhjen e radhës ka diskutuar edhe 2 projekte vendimi të rëndësishme që lidhen me planin lokal të strehimit social të hartuar nga Bashkia e Kukës. Projektet vendimet kanë të bëjnë me miratimin e listës së të pastreve, si dhe me miratimin e kritereve dhe sistemit të pikëzimit për përfitimin e familjeve nga programi i strehimit me bonus qiraje. Sipas drejtorit të shërbimit social në Bashkinë Kukës, Bashkim Guri, familjet e përfshira në këtë listë janë përzgjedhur nga dosjet e shërbimit social dhe i përkasin kategorisë së familjeve të pastreja. Janë familje që janë përzgjedhur nga dosja që disponon në Drejtoria e Shërbimit Social si kategori pastre. Kriteret e pikëzimit janë mbështetur kryesisht në 4 rubrika kryesore, janë kushtet e strehimit, sipas fikëve përkatëse, kushtet familjare, kushtet sociale dhe kushtet ekonomike, janë pasqyruar në tabelë sipas pikëve. Ndërsa projekti vendimi 2 është lista përkatëse, e cila do të ketë pjesë dhe subjekt i përfitimit bonus qiras. Janë 50 familje në total, 35 që trajtohen më pak, 24 me ndihmë ekonomike dhe familje me një prim, si dhe një familje nga kategoria rrodhe. Ndërkohë, sipas kryetarit të Bashkisë Kukës, Albert Halila, kjo listë pritet të zgjerohet edhe me familje të tjera në nevojë. Për një listë e cila është bërë një përzgjedhje automatike, e cila do shtohet në vazhdimsi, do përditësohet, por kryesorja është për ne që jemi sot prezant dhe për Këshillin Bashkiak që kriter për të aplikuar Ministria e Përkatëse për këtë grant është që duhet të jenë të konfirmuara në Këshill gjitha pikat në të cilat ne do të aplikojmë si bashki. Ka 25 vjet në Kukës, që asnjëherë Bashkia e Kukësit nuk ka përfituar që ka të bëjë me grantin e mbështetjen e shtresave nevojë, e cila ka të bëjë me strehimin, me bonuset e qiras. Strehimi i familjeve në nevojë mbetet një nga sfidat kryesore sociale për Bashkinë e Kukësit, e cila për herë të parë pas 30 vitesh ka hartuar planin lokal të strehimit për periudhën 2026-2030, duke vendosur mbrojtjen sociale në qendër të politikave zhvillimore lokale.